إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuam, në disa gjumë më herët kena folë rreth përgojimit se si shariati feja islame si e ka trajtu, sa të shëmtuar e ka pa përgojimin. Dhe përgojimi të regum se ishte bartja e disa ose zbulimi e disa të metave të muslimanit të këtë tjeret, gjë që muslimani nuk ka qef, a i përgojuari s'ka qef atë mja ditë të tjeret. Mirë po në kanë mbetur dhe disa qështjet të imta të kësajna, si motra të kësajna, është janë edhe thashetëmet. Në kanë mbetur kësaj radhe pak t'i përmendim diçka prej të këqijave të thashetëmeve. E që ngjasën deri diku me përgojimin, për këta dhe përmenda si tim të vazhdueshme. Thashetëmet këtu janë bartja e fjalëve prej një njeriu tek një njeri tjetër, prej një shoki tek shoki tjetër, prej një familje tek familja tjetër, prej një shoqërie tek shoqëria tjetër, veç për me bë çrregullime, veç për mi prish njerëzit, veç me bë çrregullime në tokë. Kjo është, këso i thujnë thashetëme. Dhe thashetëmja kjo, sikur që ka përmend Ibn Hajar el-Haytami në Ez-Zawajin, librin e tij Ez-Zawajir, se jenë pajtu dietarët islam. Dietarët islam janë të gjithë unanim se një veprim i tillë është haram. Një veprim i tillë është ndaluar. Thashetëme që për që këtë synim që ka teki mbrapa, është ndaluar. Ndërsa Nevevi ju thët, është ndaluar me Kur'an, me sunet të pejgamberit alayhis salam dhe me unanimitet të dietarëve islam. Para nuk paska dy fjalë të çështje, se kjo që është e përhapur përsëri, që është e përhapur në shoqërinë islame, është ndaluar, është haram bartja e fjalëve. Prej domeve çka muna me i përmend të kësaj thashetëmeve, është ajo e para se ta ruan dinin tanë, ta ruan fejnë tane. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi shokëve të tij. Një hadith që e sjell Abu Davudi dhe Sheikhu al-Albani edhe Ibn Hajeri kanë thënë hadithi është i vërtetë. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "O ju shokët e mi, atë ju tregojni diçka që është ka një vlerë të madhe, ndoshta edhe më të madhe se shpërblimi i namazit. Ndoshta e madhe kjo shumë, edhe më të madhe se sadakaja, edhe më të madhe se agjerimi. Sa shpërblimit i kena përmend para agjerimin, kush ka qenë këtu? E madh. Për namazin do t'i përmendme inshallah, shumë i madh. Por pejgamberi alayhis salatu wassalam tha atë ju tregoj për një diçka që është edhe më e madhe se kaq. E cila është ajo? O i dërguar i Zotit kur i than shokët e pejgamberit alayhis salam, ai tha, kjo është me i pajtu muslimanët. Me i pajtu muslimanët, merr shpërblim edhe më të madhe që merr shpërblim prej një namazi, ose prej një agjerimi, ose prej një sadakaje. Shpërblim i madh. Vazhdon hadithi. Tha, ndërsa tha, nëse i prish marrëdhëniet, nëse ja prish marrëdhëniet mes muslimanëve, ban fesat çrregullime në mesin e muslimanëve, tha është rruarje. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, e kush është kjo
që i prish muslimanet dhe i armiqëson me zveti, janë thashethëmet. Janë thashethëmet, e ndëgjova një shokun tënd për ty tha qështu. Nuk gënjeve sen, komplet dhe që e banë e bartje. Qështu e tha, qështu po ta tham. Amo kjo bëri armiqësi. E pastaj, të fundi haditit ta pejgamberin, e prishja marrëdhënieve, e që thashethëmet po e prishkan marrëdhëniet mes shoqërisë muslimanëve, në mes muslimanëve, në mes burrit dhe gruas. Tha prishja e kësaj marrëdhënie, tha pejgamberi, është ruarje. Me një verset tjetër, me një transmetim tjetër, tha pejgamberi alayhis salatu wasallam, o ju shokët e mi, mos mendoni ju që unë po tham ruarje të flokëve. Nuk e kam për qëllim me thonë ruarje të flokëve, po ruarje e dinit tuaj, ruarje e fesë tuaj. Sa sevapet mund t'i kesh, por veç pse i thashe tha me gji, atëherë sevapet e tua fshihen, të mirat e tua fshihen. Kjo e para, prej të këshijave që javë sjell, vëllezër të dashur musliman, prej të këshijave që ti sjell ty, pastaj edhe përçamje që bëhen për shkak sajna, është se ta ruan fen tonë. E kjo është rreziku më i madh, që nesër ti mendon se ke bë dhe ke bë, ke vepru dhe ke vepru, kur delsh para Allahut, i ke truar dhe i ke shkrumuar dhe të larguar dhe të fshira veprat e tua të mira. Pastaj është prej të këshijave që ja sjell juve dhe shoqërisë islame krejt, është edhe Allahu Azza wa Jall e ndal bereqetin e tij për qiellit shiun, kur toka ka nevojë për shi, atëherë dhe shiun Allahu e ndal, nëse në mesin e qasoj shoqërie, në mesin e qati rrethi, ka njerëz që veç me thashë thonë me mirën. Atëherë Allahu edhe shiun në atë vend nuk e lëshon. E kam pru një ngjarje Ka'b al-Ahbari, një prej sahabeve, ka qenë njëherë jehud, e pastaj ka qenë jehudi, e pastaj ka posi dini islam është dini vërtet, edhe është bo musliman. E ai tregon dhe fjala ati është në librin Ihya Ulumuddin, dhe thot, ju ndodhi Beni Israelive në kohën e Musës, kur i mori thatësi e madhe dhe toka të mbjellurat e tyre kishin nevojë për shi. Edhe Musa a.s. e mbledhi popullatën e vetë, të mire, a i njëfke për të mirë, e mbledhi. Edhe janë nisën të ju lutë Allahut, o Zoti i madh, lëshon ashi se na u thajtën tokat, lëshon ashi një herë, një kohë të gjatë. Deri sa dikur i tha Allah se Musa, unë e ty dhe ata që janë me ty që po më kërkon shi, nuk ja lëshoj. Tha, pse o Zoti i madh? Tha, sepse në mesin tuaj është një njeri që thashë thamet ai nuk i ndal kur, për shkak të ti shiun në tokat e juve nuk jal shai. Apo e vreni pse ka njëherë edhe në rrethin ton kur është nevojshme shiu edhe nuk bjen, sepse në mesin ton nuk o një, po në mesin ton ka dhjetra mostama dhe qindra prej atyre që veç me thashë thamë mirën. Atëherë Musa tha, o Zoti i madh, nëse qenë ka qështu, na po vuajshmi për shkak të një njeriu ky rrethi jon, po vun arat tona, të mbjellurat tona, po vun për shkak një njerit, a ka mundësi më tregu cili është? Veç tregam të thoj, që kjo është barci i fjalëve? Thashë ta me gjiu që kë, tha unë heki pe shoqërisë, bilin let na vjen tha bereqeti shiu. Allahu Azza wa Jalla tha o Musa, tha unë e bona haram, thashë thëmet, e si po me ndonë ti që unë Allahu e baj thashethamën në vetë, unë e mirë në me thashethamë kër unë e bërë haram atë, si po me ndonë kështu Musa e ndali kërkesen, atër tha o populli jam, Allah i le poshtë Zotin e madhë, pëndohuni, kush për juve është që vish me thashethamë, po mje se shka kuj ti, nuk po së beret, shiu bereqeti, e Allah së po më të regonë cili është që ta kapi bilit ta qes jashtë shëshërisë të në krejtë. Kur e pa çështja që shkoka, u pendu edhe ai që u mirë keme thashethame, e Allahu ja pranej pendimin dhe zbriti shi në vendin e tyre. Apo e vrin se sa e dëmshme është më u mirë me thashethame. Sa e rrezikshme është për ty, por edhe për shoqërinë tonë dhe kreshër shoqërisë komplet i lëshon ti. Ose shkaku i të krejt shoqëria rreti që të rrethën. E vujnë dënimin e kësajna. Jo veç kaq, por është rreziku henez më i madh se kaq.
Rreziku më i madh se kaq është se ti që miresh me tashetëme, ti je personi që je i kërcënuar dhe je i kërcënuar që mos me hy në xhenetin e Allahut azza wa jall. Morën e po baj mirë, morën e po baj vepra të mira, morën e po fal apo baj dhe po baj. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në hadithin e Muslimit: la yadkhulul jannata namamun, ai që mirët me tashetëme, ai në xhenet s'ka me hy. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithi është më së saktë. Tha ai që mirët me tashetëme, në xhenet s'ka me hy. A jeni të interesum, a jemi ne të interesum, mos me hy në xhenet apo me hy? Nëse jemi të interesum me hy, po leni tashetëmet. Ti lajna tashetëmet konklud për përsëriti cila këtë si lloj definicioni. Me bart fjalë prej shoku të kshoku, qëllimi, ti si të ndryshu kur gjo, veç po bart fjalë, qëllimi jëtë është me bë përçarje dhe me prish në mesin e shoqërisë. Ndërsa jo veç kaq. Po kërcënëshe mos me hy në xhenetin e Allahut që ka përgatitur për muslimanët. Po tjetër, të pret një dënim në varre, se na kem një besim që njeriu shpërblehet ose dënohet edhe në jetën barzakhën në varr. E besoj kush e besoj, por tek na është pas diskutim në mesin e dietarëve se ka shpërblim ose dënim. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Ibn Abbasin një hadith që sjell Buhariu. Tha një ditë prej ditëve pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte duke me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i pa një dy varre, dy varresa. Dhe Allahu azza wa jalla ia pruni një shpallje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur u ndal pejgamberi alayhi salam ato tha, kush janë këta? I treguam se këta janë ky dhe ky, që kanë vdekur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta dy njerëz në këto dy varre, në këto dy varresa, tha që kanë duke u dënuar. Edhe nuk po dënoj kanë për një diçka të madhe, por në fakt ajo është e madhe. Do në të thëtë, nuk po dënej kam për një diçka që është e rëndë për të larguar. Por ajo është e madhe në dënim. E cila është ajo tha, njani për këtyne të varreve tha, po dënej ka, vetë pse kur ka kry urinimin e ti, s'ka qenë i ruajtur. S'ka qenë i ruajtur prej syve të njerëzve. Me disë rrugës ka kry urinën e ti. Ose, s'ka qenë i ruajtur, a i binë stërpika në teshat e ti, në trupin e ti, a i se ka pos këtë mendje heqë. Kjo tha është i pari që po dënajka. Kjo është e lehtë për të larguar, por e rënd dënim nëse se ke vepruar. E dyti tha qenka, ai që është mirë me thashethame. Letë është me ndalë gojen tënde, por e rënd qenka dënimi, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, mi pa ai, për rahmetit të ti që kishte, e morin një shtak të njum, edhe dojtin ndysh, edhe njënën pjesë jaqiti njënit varë dhe pjesën tjetër vori tjetër. I thanë, pse këto i dërgumisi u tha, ndështa, Allahu azza wa jall sot janë të njoma që të druna që pja qesë për mi, ndështa Allahu ja lecën dënimin e tyre, ndështa Allahu i largon prej dënimit e tyre, sot janë bilit njoma që tu. A e drejt, kërcënimi tjetër për atë person që mirët me thashetëme, dënim pas kanë vorin e ti, edhe pu kërcënej ka mës me hynë xhenetin e Allahut azza wa jall, jo veç kaq. Por është edhe një tjetër që Allahu azza wa jall e ka përmend në Kur'an, se personat të cilët mirën me thashetame, Allahu i ka nënvlerësuar, Allahu i ka përçmuar, Allahu i ka folë si njerëz jo të mirë, Allahu i ka folë si njerëz mos i ngani ata, njerëz që nuk ju mirët fjala atyre. Ki qefti me qenë një njeri që mu shenu tek Allahu azza wa jall, që Allahu me të lon anash. Allahu azza wa jall me na dhon mesazh neve se që atyre njerëzve mos ja besoni fjalën. Ke dëshirë me kojtil? Nëse ke dëshirë, atëherë miresh me thashetëme. Por nëse s'ki qef, largohu prej thashetëmeve. Tha Allahu azza wa jall në Kur'an, wala tuti' kulle hallafin mehin. E para tha Allahu, mos i u bind, mos e ndëgjë, mos i besë ati që vazhdimisht veç betohet. Një fjallë ka me ta thonë, fjallën e dytë ka betim. Njën da thët një fjallë, isha në qytet, pasha Allahun isha në qytet. Pa nevoj heq. Tha Allahu qytyre mës ju besë. Kjo është jejnë në shmuar nëse miresh me betim,
pa nevoj, je i nënshmuar nga ona Allah të zëvëgjel, ta ka ullë pozitën tënde, sa do që ti me ndonë që jem i ngritur. Vazhdan ajeti tjetër, hammazim me shaim binemim, por mos ju beso, as ati që miret me përgojime, mos i beso, as ati që miret me thashethame, që i bardh fjallë prej shokut të shoku, prej shoqëris të shoqëria, prej vëllezërve të vëllezrit e tjerë, prej burit të gruaja, për me bo përqarje. As këti, tha Allah, mos i beso, e shë që një shok jyti, është një dashamir jyti, e ka këtë tipar, betohet let, atëherë është fjala ati fillim dhe mbarem rezervë, nuk ja marrë me njëherë. E dyta, nëse e shë që shok jyti është, veç me thashethame miret, atëherë sa do që fleta i mendon që po flet sakten të këti është fjale dëshim. Prandaj dietarët islam thanë, se prej tyne ka përmen edhe në Ez-Zawajir është përmen për Ibn Hajar al-Haytami tha se damet çka i sjell, për thashethamja janë më të mëdhaja se damet që i sjell shejtani. Kështu e llogaritën dietarët islam. Dami jo që miresh me thashethame është më e madhe se dami i shejtanit madh. Pse kështu? Thanë se damet që vinë prej shejtanit veç vezvese janë, a damet që të vinë prej ati që miret me thashetame, e ki për para dhe e sheh, damet e ti janë më të mëdhaja. Prandaj disa dietarë të tjerë thanë, sa sherrin, sa të keqen, mund me ta sjell, sa sherrin dhe sa të keqen, mund me ta sjell njëri që miret me thashetame, për një orë, sa sherrin dhe të këqijat mund me t'i sjell për një orë, nuk i sjell as sihirbazi, as magjistari për një muaj të tërë. Një muaj të tërë, një sihirbaz, një magjistar, nëse përpiqet me të bën keq ty, është më e vogël se njëri brenda një ore që ja nis, edhe të veshjet vele të bën, edhe të sjell thashethame. Kështu dietarët islam e trajtuan thashethamen. Prandaj inshallah na herave të kaluara do të përmendemi edhe veç disa raste që bën përjashtime kur lejohet përgojimi dhe përkand, ato mbesin për herave të tjera. Lusmi Allahun azza wa jall të na falë, të na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall që ata që jemi të zhytur në thashethame, Allahu të na pastron. Prej kësaj të keqe Allahu të na largon. Edhe këtë me një të mirë të na zaventson. Lusmi Allahun azza wa jall që Allah muslimanëve kudo në botë që janë, Allahu të ju ndihmon. E atyre në Gaza në veçanti, Allahu paqe dhe shpëtim të ju lëshon. Walhamdulillahi rabbil alamin.